Rruga prapa objektit të komunës së Gostivarit tashmë është rikonstruar tërësisht dhe është vënë në shërbim të qytetarëve, duke lehtësuar qarkullimin dhe përmirësuar infrastrukturën rrugore në këtë zonë të rëndësishme të qytetit. Kryetari i komunës Valbon Limani sot doli për të promovuar këtë projekt, duke theksuar se investimet në infrastrukturën rrugore mbeten prioritet për komunën, me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës dhe rritjen e sigurisë në komunikacion. Një projekt rrugë për me gjatësi për 250 metra, ku është punuar edhe në përmirësimin e infrastrukturës nën-toksore, në pjesën e kanalizimit atmosferik dhe ku ka patur nevojë për intervenime, gjithashtu tërësisht e asfaltuar me standardet më të mira. Shpresoj që kjo rrugë dukshëm do të përmirësojë jetën dhe lëvizjen në këtë pjesë të qytetit tonë. Në ndërkohë, thot Limani, në realizime sipër janë edhe projekte të tjera të rëndësishme, përfshirë këtu rikonstruimin e rrugës tek varrezat e vjetra muslimane, rrugën në Banjicë të Poshtme dhe rrugë të tjera që pritet të fillojnë javëve në vijim, pasi që kushtet atmosferike janë përmirësuar dhe mundsojnë zhvillim të punimeve. Tani më veç punohet edhe në Banjicë të Poshtme në një rrugë kanë filluar punime, gjithashtu kemi edhe rrugën tek varrezat e vjetra të qytetit. Javën e ardhshme pritet të vazhdojnë punimet edhe në bulevarin Vëllezrit Gjinoski. Gjithashtu gjatë javëve që vijnë do të kemi fillime të punimeve edhe në disa lokacione. Tash me përmirësimin e kushteve atmosferike besoj që do të kemi punë më shumë lokacione. Në ndërkohë, qytetarët janë të lumtur që kjo rrugë e pa prekur për dekada më në fund të rregullua, duke krijuar mundësi më të mira për qytetarët dhe bizneset e koncentruara në këtë pjesë të qytetit. Ne kemi prit gjatë kohë, se më përpara kur është bë kjo rrugë, është bë para 20 e kusur vjetëve. Ne kena qenë pronar këtij vendit, na kanë marrë vendin, mirë po ne kemi bërë rrugë ashtë qelë vendi. Këtë është bërë rruga para 25 vjetëve dhe tani është reformuar dhe janë të gëzuar shumë që është bërë rruga çdo kund që bëhet rruga e diçka të mirë për qytetarët është mirë. Kryetari Limani shton se realizimi i këtyre projekteve dëshmon angazhimin e vazhdueshëm të komunës së Gostivarit për zhvillim të qëndrueshëm urban dhe për krijimin e kushteve më të mira për jetesë, duke i dhënë prioritet investimeve që prekin drejt për drejt mirëqenien e shoqërisë.